Natën që Egli tako u rikthye në shtëpinë e Big Brother VIP 4, ajo pa në spektakël një klip ku Gjesti thoshte se sapo të dilte nga shtëpia do të zhdukej dhe Egli nuk kishte për t'ia parë suratin. Sonte në Prime, Gjesti dhe Egli tako kanë parë një klip, ku mes të tjerash ka qenë edhe ai momenti ku Gjesti ka thënë këtë deklaratë. Pasi përfundoi klipi, Gjesti u pyet nga Ledioni lidhur me këtë deklaratë të tij. Ato fjalët do zhdukem një kam thënë pas debatit për nishanin, si çdo çift që debaton kështu ishte dhe mes nesh. Sa i përket postimeve. Kam dyshuar të Egli, tha Gjesti. Para teje nuk do qaj më. Kam frikë se hidhesh nga muri sërish, boll jam akuzuar, kam kërkuar falje që ti të mos dalesh keq. Unë nuk rash në dashuri me krevatin. Rash në dashuri në ditë që më ka puthur disa herë, më ka përqafuar, më ka thënë disa fraza që i thot vetëm një partner. E di pse unë nuk jam larguar ndaj teje? Sepse kam pasur këto veprime, nuk më ke thënë nuk të dua. Me fjalë më ke hedhur për tokë dhe e kam pranuar se kam thënë le të bëj lojën e tij. Nëse nuk e do ditë, mos e afro kur, tha Egli.